Thash se me larjen e abdesit, me larjen e çdo gjimtire pikojnë gjunohet. Për këtë arsye disa dietar kanë anuar mendimin se bile e kanë preferuar që mos mi fshin gjimtirat e abdesit. Ka thonë pse? Ka thonë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gjuna i fundit është me pikën e fundit të abdesit që të pikojnë. Edhe pse në këtë çështje ka diskutime për çka një transmetimit hadithit pejgamberit Allahut. Hadithi është i njëjtë, varet se si e kanë lexuar transmetuesit. Për atë thuhet pejgamberit Allahut ju ka dhënë një pishkir në çaj thojmë, një bez për ta fshirë abdes. Në një transmetim, pra dikush e ka lexuar lem yuridu se ka dash. Pra nuk e ka marrë, e ka lënë. Ndërsa në një transmetim thuhet felem yerud, nuk e ka kthi, e ka marrë. Pra si e kje ti ma mirë. Nëse ke dimrit vështirë për shkak se ftoft, e fshin abdesin s'ka problem. Nëse ke verës ma fres, pra si të ndush nuk ka problem. Si do qoftë, gjunat pikojnë me pikën e fundit të abdesit.